Në prag të sezonit turistik në Sarandë është vënë re një rritje e ndjeshme e kërkesës për vende të lira pune në sektorin e turizmit dhe shërbimeve. Sipas përgjegjëses së Zyrës Vendore të Punësimit në Sarandë, kjo situatë lidhet me përgatitjet e bizneseve për fluksin e turistëve gjatë sezonit veror dhe hapjen e pozicioneve sezonale. Me afrimin e sezonit veror, bizneset në qytet kanë nisur të ofrojnë një numër më të madh vendesh pune, kryesisht në hoteleri, restorante dhe shërbime turistike. Kjo ka sjellë interes jo vetëm nga punëkërkuesit vendas, por edhe nga shtetas të huaj, të cilët i drejtohen në Zyrës Vendore të Punësimit në Sarandë për të gjetur mundësi punësimi gjatë sezonit turistik. Tani në këtë moment që jemi në prag të sezonit turistik në Sarandë dhe ne kemi filluar që tani të hapim të rritet dukshëm numri vendeve të lira të punës në sektorin e turizmit. Ka goxha kërkesa, kemi kërkesa dhe nga të huaj për të punuar në qytetin e Sarandës, jashtëzakonisht shumë që ne i trajtojmë nëpërmjet lejeve unike, që është prioriteti jonë dhe ky, për të ndihmuar biznesin dhe për të ardhur në ndihmë me sa më shumë punonjës. Këta punëkërkues të papunë që ne kemi, shumica janë gjithvjetor, disa prej tyre janë sezonal. Duke i ardhur në ndihmë dhe me punonjësit e huaj dhe me punonjësit që ne kemi në zyrë në databazën tonë, jemi munduar të plotësojmë biznesit vendet e lira. Përgjegjësia e zyrave vendore të punësimit Anisa Çuçi thekson se kjo periudhë karakterizohet nga një lëvizje e shtuar në tregun e punës, pasi shumë persona që gjatë sezonit dimëror nuk kanë qenë të punësuar, rikthehen në aktivitet me nisjen e sezonit. Me hapjen e sezonit turistik që po vijojmë 2026, ne rikthejmë nga databaza jonë të gjithë pasivët që nuk kemi pas për një periudhë dimri të gjatë të punësuar, i telefonojmë, i këshillojmë, vinë në zyrë marrin ofertat e punësimit dhe mundohemi të hyjmë biznesit në ndihmë. Çuçi shton se pritet që kërkesat për punë dhe numri i vendeve të lira të vijojë të rritet edhe në javët në vijim, në varësi të zhvillimeve të sezonit turistik.